Kemi ka ofrojmë një listë fort, mirë. Aleanca do të ketë dyshifror. Nuk mendoj që ka me pas krejmë të institucionet të Kosovës pa aleancë. Gjasat reale janë që do të garojmë si subjekt vetëm. Ne do të bëjmë atë mirë në këto zgjedhje. Do të thonë jemi ka shkoj me një program real. Jemi të hartu listën garuese për deputet me figura që i mendojmë më të mira që i ka shoqënia në Kosovë, pa i përjashtuar asnjë kategori shoqënisë, të fillu prej sportit, kulturës, letërsisë, shkencës, e drejt të njerëz të kontributit për liri, domethënë figurave të luftës, pse jo, domethënë përfaqësimin e diasporës. Mendoj që jemi ka ofrojmë një listë fort, mirë, jemi të interesuar me bëni një fushat programore me ofertë, jo me akuzu shumë. Qëllimi edhe në të kaluarën e afërt edhe sot është me nrru gjendjen në Kosovë, me kthy Kosovën binare të vetat, ndrejtimin që ka qenë, me i kthy aleat prap, raportet me ta me pas shumë atë mira, me hek sanksionet kundër Kosovës, me kthy shtetin binar për shkak se kemi do me marramendse. Qëllimi janë është me nrru situatën, me nrru gjendjen, me nrru qeverisjen. Automatikisht kjo nënkupton një qeveri pa zotin Kurti, edhe ndoshta e patë mundësinë edhe me Glauko Njulcën, por si do qoftë ishte situata çfarë ishte edhe mundësia e bashkëpunimit ishte pamojshme, por unë mendoj që aleanca do të ketë dyshifror minimalisht, domethënë do ta ketë një përqindje modeste të mirë, do të jetë një parti e konsoliduar parlamentare dhe nuk mendoj që ka me pas krejmë të institucioneve të Kosovës pa aleancën, po me të gjithë. Domethënë pa dallim, hek vetëvendosim, po i kemi raportet shumë shnosha, edhe me LDK-n, edhe me PDK-n, edhe me iniciativa qytetare në nivele komunale, me shoqëri civile, me njerëz të media, me njerëz të kulturës, po ka pas, do të ketë prap, kemi kohë edhe disa ditë, por mendoj që aleanca do të harron identitetin e vet si subjekt politik, edhe gjasat reale janë që do të garojmë si subjekt vetëm, pa nëjë marrëveshje para zgjedhore me nëjë subjekt madh politik po flas, jo pse aleanca ndoshta një anshëm po donë, por kështu është kriju momentumi edhe ka herë ndikohesh për momentumit. Aleanca prap se prap do të garon me logon e vet, AK, dhe mbrana kësaj liste do të jenë 110 ku do të jenë përfshim pothuajse të gjitha kategoritë. Nuk është të thonë me Limën, Lima mendoj që ishte pjesë e koalicionit, njerëzit ndoshta e keq kuptojnë, nuk kemi një personale as me zotin Kurti, as me Limën, as me kërkon, por nuk funksionoi ai koalicion, mendoj që kemi pas një dom, edhe jemi shumë të interesuar me shku kështu që jemi. Edhe në rast se do të ketë pjesëmarrje në listën e aleancë, akronimet nuk do të ndrojnë. Vetëm në rast se kemi një koalicion më të madh. Më thonë, për subjekte tjera, për shoqëri civile, për iniciativa qytetare, janë të mirë se arnë në logon e AK-s.